Paralajmërimi për zgjedhjet të parakohshme ishte piknisja një përçarje në mes të dy partnerëve të koalicionit, që kishte shkaktuar reagimin nga të dy anët të taburit politik. Nuk ka qenë vetëm paralajmërime të zgjedhjeve, por edhe thirrjet nga presidenti i vendit për reformë zgjedhore. Është pikërisht deputeti nga LDK-ja Adem Saliaj që thotë se iniciimi nga presidenti po shihet si një lojë politike presidentit, vetëm sa për të dukur në opinion, pasi kjo gjë nuk është fare në punën e tij. Ku mund të mbahen zgjedhjet në afat brenda 6 muajsh pas reforma, pa ndryshimit të ligjit. Pra nevojitën edhe 6 muaj të tjerë që të përgatiten zgjedhjet me legjislacion të ri. Unë mendoj që më tepër duket kjo si një lojë politike, sikur gjoja presidenti po merret me reforma, siç e dini ai ishte kryeminist dhe reformat zakonisht i bën qeveria, dhe ai nuk u mor asnjëherë seriozisht me këtë, duket një lojë politike për të qenë fokus. Saliaj theksoi faktin që për të bërë këtë ndryshim të kushtetutës, duhet të paktën 2/3 përfaqësuesve të popullit, që sipas tij nuk është as pak e lehtë. Për ta bërë këtë, duhen ndryshime madje edhe të kushtetutës, që nuk është një punë e lehtë, sepse i kërkon 2/3 e shumicës dhe 2/3 e pakicës. Reformën zgjedhore përkrah edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaif Muja. Ai thotë se edhe nëse nuk bëhet reforma zgjedhore, zgjedhjet duhet të mbahen. Reforma zgjedhore është vonuar shumë, reformën zgjedhore nuk e kanë lejuar njëherë format tjera të ndërkombëtarëve, ndërsa partitë politike janë nënshtruar atij verdiktit, po mendoj që reforma zgjedhore duhet të bëhet edhe nëse nuk bëhet edhe me ligjin e vjetër duhet shkohet në zgjedhje. Hashim Thaçi kishte thirrur të gjitha partitë politike 2 herë me radhë brenda pak javëve për të biseduar rreth reformave zgjedhore, por që ishte bojkotuar nga partitë opozitare.